Tu vim pastaj te lidhja e fitrës me emrin e bisedave. Me emrin e këtij bashkëbisedimi, që e kemi quajtë bashkëbisedim në kamare. Dhe kjo lidhje bëhet në ajetin e surës Nur, ai që njihet edhe si ajeti i dritës, ku Allahu thot, Allahu është drita e qiejve dhe e tokës. Shembulli i dritës ti ngjan një kamareje, në të cilën gjendjet një lamba e cila ndodhet brenda një qelçi që duket sikur të ishte një yll i ndritshëm, ndizet me vajin e një peme të bekuar ulliri. Pema nuk i përket as lindjes dhe as perëndimit. Vaji i saj sa nuk ndriçon, edhe pa e prekur flaka, dritë për mbi dritë. Ibn Kaimi ka komentuar termat e këtij ajeti dhe ka thënë që kamarja është kraharori i besimtarit sot. Dhe kamarja është një vend i hapur në murin një shtëpie tradicionale, zakonisht në të dy anët e oxhakut, ku mbahen enë apo sende të vogla që përdoren në përditshmëri, si xhezve, filxhan, sot mund mbahen edhe libra. Qelçi, thot Ibn Kaimi, është zemra e besimtarit, e krahasuar me qelçin dhe një yll të shndritshëm për shkak të tij pashmërisë, kthjelltësisë, të dukshmërisë, ndjeshmërisë dhe qëndrueshmërisë që simbolizojnë cilësitë e zemrës së besimtarit. Flaka që ndes fitilin e llampës brenda qelçit të shpallja, dhe vaj fitilit që gati sa nuk ndriçon edhe pa e prekur flaka, është fitra që pothuaj ja qëllon të vërtetës edhe pa dëgjuar rreth saj për shpalljes. Pastaj, thot Ibn Kaimi, njihet me shpalljen, e cila përpuset me të vërtetën e ndëshmuar prej fitras. Në këtë mënyrë shpallja shndrohet në dritë për mbi dritë.